Policia dhe sindikata e pavarur e policisë dolën në protestë duke kërkuar kushte më të mira pune dhe paga më të larta. Thonë se pa shtesat për përvojën e kaluar, paga e tyre është më e ulët se ajo minimale. Kërkojnë që paga bazë të zbatohet edhe për ta. Në qytete të ndryshme të vendit, gjykatat po thonë se disa oficerë policie duhet të paguhen më shumë. Në Shkup thonë se paga që marrin është e mjaftueshme, kështu i bie. Sepse me këto vendime kolegët tashmë kanë paguar dhe është vërtetuar se paga e tyre është nën minimumin dhe për fat të keq, gjykatat e Shkupit po thonë se nuk është kështu. Nga sindikata e pavarur e policisë rikujtuan se ata janë këtu çdo ditë për të ruajtur qetësinë dhe rendin në qytet, por paguhen minimalisht. A e din këta zotrin në Kulltuqe çfarë do të thotë të jesh polic? Kur ka protesta policia, kur prishet rendi dhe qetësia publike, policia përsëri, vjedhjet, asistencë gjithmonë policia, kriza e Covidit përsëri policia, nga viti 2000 deri më sot arrestime, revolucione laramane, kriza e refugjatëve dhe le të pyesim veten se sa viktima kemi pasur, sa kolegë na kanë lënë shumë shpejt dhe për çfarë punojmë, për çfarë paga nën minimumin, hiqni kompensimet ligjore që na takojnë, do ta shihni që paga bazë e policisë është nën minimumin në vend. Sindikata e pavarur e policisë së Pyjeve e porositi ministrin e bujqësisë Cvetan Tripunovski, se kur ishte ministër teknik u premtoi gjithçka dhe tani nuk po u përgjigjet thirrjeve të tyre. Në 2 takimet që patëm me të na u premtua se pas festave të vitit të ri, grupet e punës do të fillonin punën për marrëveshje kolektive, por për momentin nuk u përgjigjet mesazheve, shkresave apo kërkesave tona për të filluar punën e grupit të punës. Nga Ministria e Brendshme thonë se pakënaqësia me këtë protestë nuk drejtohet ndaj Ministrisë së Brendshme, por më tepër ndaj veprimeve të gjykatave të caktuara në rastet kur policët ushtrojnë disa nga të drejtat e tyre.